Në episodin e 5 të podcasteve, që po zhvillohen nëpërmjet projektit Prioritetet e implementimit të planit 7 pikë shpërtërinë të pakicës kombëtare shqiptare në Preshevë dhe Bujanovc, e që po financohet nga Ambasada Britanisë së Madhe në Beograd nëpërmjet iniciativës qytetare. Ky projekt po realizohet nga Qendra për Demokraci dhe Edukim Lugina në partneritet me Këshillin për të Drejtat e Njerëzit, që ka për qëllim adresimin e sfidave që përballen sot të rinjt shqiptar në këto komuna me shumicë shqiptare, si dhe promovimin e mundësive për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe punësimit në këto rajone. Me mua sonte është një i ri nga Bujanovci. Nuk do ta prezantoj, ai do të prezantohet vetë dhe do ta bëj përshkrimin e asaj që sot të gjithë e njohin. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Unë nuk prezentova, por dua që të prezentohesh ti vetë. A mund ta thoni shikuesve kush jeni dhe prej nga vini? Unë jam Recep Hasani, vi prej Bujanovcit, një i ri me profesion inxhinier i ndërtimtarisë. Me vullnet shumë. Me vullnet shumë, po punojmë në fushën e biznesit, në industrinë private. Recep, ju nuk jeni në institucione shtetërore apo lokale? Jo, nuk kemi në institucione shtetërore, për atë arsye edhe ju kemi qas fushës biznesit. Pse ju keni qas fushës biznesit? A si mos mundësi e integrimit në fushën caktuese për cilën keni studiu? Pikërisht. Apo keni qenë një vullnet i juaj që të mireni me biznes privat? Nuk ka qenë ide imja me u qas punës private, Okay. po për shkak rrethonave krijuara tash që janë edhe ditëna edhe kret ato për ju kemi qas Si qëndroni sot ju me biznes si i ri shqiptar? Ka shumë sfida, sepse janë shumë të panumërta janë sfidat për biznes. Ju keni studiuar në Prishtinë dhe me sa kam informacion keni studiuar dikun tjetër. A mund të na thoni ku keni studiuar dhe ku keni përfunduar studimet? Dhe për çfarë keni studiuar saktësisht? Saktësisht kam studiuar për ndërtimtari, inxhinier i ndërtimtarisë lartë. Okej. 3 vite kam studiuar në Fakultetin Teknik të Prishtinës. Okej. Pastaj kam vazhduar në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkaqe të mospranimit diplomave. Do thotë mos njohja e diplomave të ka detyru prej Prishtinës mu transferu në Bosnë. Po. Sa është e vështirë sot mos njohja? Sa është pengesë për të rinjt e Bujanovcit mos njohja e diplomave? Po mos njohja e diplomave edhe është njëna prej faktorëve që e ka pru migrimin masiv të rinisë shqiptare me emigru në botën e jashtme në Evropë. Do thotë mos mundësia punësimit? Mos mundësia punësimit. Ata sot po migrojnë. Po, tash nuk është edhe vetëm puna në sektorin publik. Okej. Po bie fjala edhe për te personeli, jo te personeli mjekësor. Një mjek që ka kry fakultetin në Universitetin e Prishtinës, në Serbi nuk ju njihet diploma. Po. Ai edhe me desht me punu në sektorin privat, si mjek, e kam fjalën klinika private apo me pas në klinik, nuk e ka mundësinë se nuk ju pranohet diploma dhe nuk licencohet. Po, ka mungesë licencohet. Cilat janë problemet më të mëdha që sot ballafaqohen të rinjt shqiptar në Bujanovc dhe Preshevë, sipas juve? E përmendën mos njohjen e diplomave, migrimin, a ka edhe probleme tjera? Po prej më të voglës deri te më e madhja. Po tash problemet janë të fillu prej moshës ma të vogël, domethënë prej shkollimit fillor e të mesëm. Po. Se kjo diskriminimi, patjetër. Diskriminimi është në krejta grup moshat që jetojnë shqiptarët në Luginë. Nuk muj me potencu që veç kjo shtresë është e diskriminuar, tjetra jo. A për juve migrimi dhe mos njohja diplomave a janë rezultat i diskriminimit? Diskriminimi plotësisht. Plotësisht diskriminimi, sepse njihen domethënë këto qasja e shtetit ndaj shqiptarëve, të fillu prej mos njohjes apo mos lejimit të
flamurit kombëtar, mos lejimi, mos përdorimi edhe më tepër është diskriminimi te pjesa e mos integrimit në organe shtetërore. Po, patjetër. Recep, ekziston plani 7 pikësh. A keni njohuri? Po kemi njohuri, po jo njohuri aq detale dhe aq thella sa është vetë plani 7 pikësh. Pse vi nga një subjekt politik. Okay. Mendoj që edhe shumica e politikanëve tonë nuk është që e njohin mirë edhe planin vetë ata. Pse është kjo mos njohje me planin 7 pikësh? Pse po çalojmë na sot nëse dalim e pyesim trit, a kanë dëgjuar ndonjëherë për planin 7 pikësh? Shumica thonë jo. A realisht spektri politik shqiptar gjithmonë është thjesht që realizimin e planit 7 pikësh shqiptar do të përfitojnë shumë të drejta, integrim, njohje diplomave e tjera. Një pjesë e popullatës e njeh vetë sipërfaqësisht planin 7 pikësh, vetë si një plan paket për të mirat e shqiptarëve, edhe kaq. Po nuk është që i njohin domethënë detajisht krejt pikat e këtij plani. Po nuk është vetëm ky plan 7 pikë që janë dakordu me një farforme spektri politik shqiptar edhe qeveritë e Serbisë. Kemi pas marrëveshje edhe të mëhershme me atë sa kam njohuri rreth shërbimeve politike. Kemi edhe marrëveshja konsulit edhe 2009 se kredo, po nuk kam pas domethënë efekt edhe nuk kam pas zbatueshmëri në praktik. Pse nuk po zbatohen? Nuk po zbatohen se unë po e shoh domethënë politika e Serbisë është po e njëjta ajo ta thon viteve 90 edhe pse unë jam me moshë i ri, po me atë sa kemi informacion edhe njohuri edhe krejt ato, politika po vazhdon e njëjtë, vetëse në forma tjera. Metodologjia pak sa ka ndryshuar, filozofia e njëjtë. Filozofia e njëjtë. Okej. Recep, ç'duhet me bë sot spektri politik shqiptar, trit shqiptar për implementimin e këtij plani? A duhet një presion pak më i madh? Pikë pare rreth këtij plani, masi jena veç tu fol rreth këtij plani, unë mendoj që duhet më bë një me spektri politik me njoftu më tepër shoqërinë, rrethin, qytetarët më tepër rreth këtij plani. Që për me pas ata njohuri se çka është ky plan. Edhe tutje zbashku spektri politik me popullatën, me ju shtru presjoni më i madh shtetit Serbisë rreth këtij plani për zbatimin e këtij plani. Se ajo plani 7 pikësh domethënë kupton edhe integrimin edhe njohjen e diplomave, decentralizimin e gjyqësore, shëndetësie. Si është sot arsimi sipas juve, si njëri, se shef arsimi, shkollat? Na, këtu nuk kemi universitet, kemi fakultet ekonomik në Bujanovës, po si e percepton njëri arsimin? Përveç që po më duket që arsimi është në degradim e sipër. Pse po degradojmë, Recep? Është faji politikave lokale, është faji centralizimit, është faji i mosnjohjes diplomave, duhet me pas një arsye. Tash unë mendoj ma tepër që është faji, sepse arsimi shkon me Republikë, me ministri. Po nuk do të thotë që nuk mundet me pas ndikim edhe pushtetet lokale. Patjetër. Edhe nuk pishfaqsoj edhe pushtetet lokale pe këtij problemi. Por me atë sa i kom pa edhe të rit, se nëna ime punon në arsim edhe është profesorishe gjuhës angleze, edhe më ka rastis me komuniku me do të rit shkollës mesme, vitit 2-3. Edhe tash bisede si për adin kështu relaksuse me ata, apo shkonin në shkollë, adin kështu ma tepër formale, po unë gjithmonë e kom tendencën me anxher ato çfarë mendimi ata kanë për vendin edhe për ardhmërinë e atyre. Është për keqardhje
që tritë e kanë devalvu paksa. Ka devalvu arsimi si. Edhe arsimi ka devalvu, po krejt mendimet e atyre janë që me ik pe vendit. Se apo mësonin në shkollë kur pe thom, ata po më thonë nëse na duhet shkolla se kena me shku në Gjermani. Po nëre pe thom të paktën ju e keni domendën me shku, po të paktën shkoni me një gjuhë shtesë, me një resurs, me një kapacitet ma zhvillum. Po. Mendon që duhet një integrim i trive në politikat lokale, një qasje paksa e re, pse jo edhe në integrimin e planit 7 pikësh, një presion i ri ndaj këtyre sfidave. Për presionin e këtij plani, mendoj që përveç që duhet spektri politik se me një libër Toshos, ata lexu për me ndryshu shoqërinë, duhet të fillosh nga vetja. Dhe mendoj që na për me po dikush për neve, duhet me fillu na pi vetës me bo. Edhe si shoqëri, po edhe si politik. Mendoj që politika duhet me bo ma tepër rreth drejtave të shqiptarëve, edhe milion paka shumë këto politikat lokale, këto muhabetet ma sipërfaqësore, mu marrë ma tepër me drejtat e shqiptarëve, se me të vërtet janë cungume dhe janë cenume. Po, njëkohësisht, pasi që ne ndryshojmë edhe të marrim atë iniciativën të presionit më të madh, duhet patjetër edhe Kosova dhe Shqipënia me na ndihmu këtë aspekt. Kosova e ka rastin dialoget e saj që i bën në Bruksel me Serbinë, me pas më kon temë e diskutimit edhe Lugina Preshevës. Sikur që është temë, domethënë Mitrovica Averio te këto komunat me shumicë serbe në Kosovë. A mendon që unifikimi shqiptarëve do të ndihmonte në ndalimin e diskriminimit shtetëror, respektivisht realizimin e të drejtave shqiptarëve? Unifikimi i shqiptarëve tash, nëse mendojmë që unifiku... Tash nuk po pys, politikisht po pys se plani 7 pikësh është një dokument i unifikuar, i hartuar dhe i aprovuar nga gjitha partitë politike, edhe i nënshkruar. Gjithashtu është aprovuar edhe nga qeveria e Serbisë në muajin qershor vitit 2013, nëse s'ka paj. Aty kemi pas një unifikim në hartimin e atij dokumenti. Dhe kemi sjell megjithatë qeveria e Serbisë e ka pranuar si një dokument që duhet zbatuar, por nuk pe zbaton. A mendon që unifikimi i shqiptarëve sot do të kishte një impakt, një rezultat më të madh në realizimin e drejtave? Patjetër, unë mendoj që partitë shqiptare duhen me qenë të unifikume, sidomos kur të bëhet fjalë për drejtat e shqiptarëve. Kur të bëhet fjalë për çështje kombëtare. Tash sigurisht partitë tona këto në Lugin duhet të kenë dallime ideologjike apo edhe dallime kështu në udhëtësi pushteteve lokale, krejta këto. Mirë po, në aspektin kombëtar duhen me qenë një zëri. Edhe pse nuk është ashtu, tash nuk po du me... Jo, nuk do të bëjmë politik, nuk do të bëjmë politik, po me gjithat plani 7 pikësh është prodhimi i politikës. Prodhimi i politikës dhe prodhimi i partive politike tash është hartuar nga një ose dy persona, me gjithat është e ka mban mbulën e gjitha partive politike, ajo është një diçka tjetër. Dhe që pse është e vështirë sot një i ri me u marrë me biznes, Buenos Aires. Sa janë nevojat, sa janë kërkesat, sa është tregu? Është e vështirë, se për shembull, për me fillu një biznes, dush fillimisht me pas një shumë pollash. Përveç idese, përveç projektit, plan biznesit e krejta këto, duhet me pas edhe një buxhet financiar, normalisht, se fillimi është i vështirë. Për këtë fillim, domethënë, komunat tona me atë sa ndajnë buxhetin
start-up bizneset apo për bizneset edhe ekzistuese janë shumë të vogla. Janë pa mjaftueshme. Pa mjaftueshme janë se për shembull ti ndajnë 1000 apo 2000 euro atë në vlerë të dinarit. Është fjala. Edhe ato nuk janë ndonjë farë ndihmëse e madhe për me vazhdu tutje biznesi. Tash, shteti pedim që nuk ndihmon. Edhe atë që kam informacion, edhe trupi koordinues vitin e kaluar, disa biznese që që kanë apliku që e kanë trupi koordinues një ndihmë subvencione. Po ka qenë politikisht prej 17 vite ndikume. Politikisht ndikume edhe ka anu gjithmonë ka ana e kompanive serbe. Ka pas vitin e kaluar është fjala. Megjithatë ka shpërnda dikun rreth mos gaboj rreth 1 miliard dinar. Ka shpërnda mjete për këto vite. Edhe nuk e di sa ka arrit me zbut papunësinë, megjithatë është një shumë bajagi e madhe. Po ata tash me sa kam unë informacion, ma tepër janë të fokusuar në veprimtarinë e prodhimit. Sa ka firma prodhuese tena? Po firma prodhuese tash. Meqense prodhimi është shumë më i vështirë se shërbimet, lutem. Po, shërbimet normal janë më të lehta, tregtia është më e lehtë, po veçanërisht domethënë prodhuesit kanë problem të madh se na jena një zonë e vogël. Edhe tash me çmimet që janë ngrit lart, domethënë janë investime në fushën e ndërtimtarisë është fjala, po që i përfshin krejt këto prodhues që janë më tepër tonë të dyrëve dritarëve, mobilje më thash. I mora si shembull. Patjetër. Recep, faleminderit shumë për kohën. A keni më shtuar edhe diçka tjetër? Kam shumë më shtu. Mikrofoni është në dispozicionin tuaj. Po nuk e di sa na del kohë për më shtu krejt këto. Unë shpresoj që edhe parafalësit dhe ata që do të flasin pas me rreth planit e rreth komplet problematikave që na preokupojnë neve si shqiptar, si të rit këtij vendi, edhe ata do ta shprehin mendimin e tyre. Nuk është lehtë me jetu në Lugin Preshevës nën diskriminimin e Serbisë. Mirë po shqiptarët kanë tregu vazhdimisht në gjitha kohërat që me rezistencë, me punë edhe mund t'ja dalin. Edhe besoj dhe shpresoj që do t'ja dalim edhe. Recep, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit e ti. Shikues të nderuar, faleminderit shumë për vëmendje.